përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Një 18 vjeçar mbeti plagosur rënd pasi incidenti me gomone pranë shpellës së Xhialis, ndërsa hetimet vijojnë. Rasti ngre diskutime mbi efektivitetin e kontrolleve të sigurisë detare dhe nëse ato kufizohen vetëm te dokumentacioni apo përfshin dhe verifikimin praktik të standardeve të sigurisë. Përgjigjet për këtë çështje pritet t'i japet hetimi prokurorisë për më gjerë shënimi redaksional. Një pasdite vere në Bregdetin e Vlorës u kthye në një ngjarje të rëndë për një 18 vjeçar, i cili përfundoi në spitalin e traumës pasi incidenti me gomone pranë shpellës së Haxhi Alis. Sipas informacionit zyrtar, ngjarja ndodhi më 23 korrik 2026 rreth orës 16:30. Gjatë lundrimit, për shkak të detit të trazuar, i riu rëshiti në pjesën e motorit dhe pësoi dëmtime në disa pjesë të trupit. Ai u transportua fillimisht në Triport, më pas në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe për trajtim më të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Drejtuesi i mjetit Enea Isufi është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale plagosje rënd nga pakujdesia. Përgjegjësia përfundimtare, megjithatë, mbetet për t'u përcaktuar nga hetimet e prokurorisë së Vlorës. Në pamje të parë, dokumentacioni i mjetit rezulton i rregullt. Gomonja kishte certifikat regjistrimi, leje lundrimi, siguracion, ndërsa drejtuesi dispononte leje të kategorisë C. Në bord ndodheshin vetëm 2 persona, ndërkohë që kapaciteti i lejuar ishte 12. Institucionet deklarojnë gjithashtu se mjeti kishte pajisjet e detyrueshme të emergjencës, lundronte në një zonë të lejuar dhe nuk kishte pasur shkelje të mëparshme. Pikërisht këto të dhëna e bën ngjarjen më shqetësuese. Nëse dokumentacioni ishte i plot dhe kushtet formale ishin respektuar, si përfundoi një pasagjer në pjesën e motorit me dëmtime të rënda. Por as dokumentacioni nuk duhet të përdoret si provë automatike, se çdo standard sigurie ishte respektuar në praktik. Hetimi duhet të sqarojë shpejtësinë e lundrimit, pozicionimin e pasagjerit, kushtet reale të detit dhe masat mbrojtëse të mjetit. Policia kufitare deklaron se gjatë sezonit turistik 2026 ka kryer 3448 kontrolle, ka vendosur 67 masa administrative dhe ka ndëshkuar 3 mjete për bregëzim të palejuar. Por numri i kontrolleve i vetëm nuk provon aktivitetin e sistemit. Qytetarët duhet të dinë çfarë kontrollohet realisht, vetëm dokumentacioni apo dhe gjendja teknike, pajisjet e shpëtimit dhe siguria fizike e pasagjerëve. Duhet të bëhet e qartë edhe se si përdoren të dhënat e inspektimeve për të identifikuar operatorët problematik dhe për të parandaluar aksidentet. Rasti duhet të shërbejë si test për sistemin shqiptar të sigurisë detare. Në det certifikatat janë të domosdoshme, por ato nuk shpëtojnë jetë. Nëse kontrollet nuk janë reale, rregullat nuk zbatohen dhe përgjegjësitë mbeten të paqarta. Vetëm gjatë orëve të mbrëmjes munden të vijen në kontroll zjarret që përfshin pasditen e hënë Finishin dhe Delvinën. Puna e forcave në teren dhe ndërhyrja nga ajri e 3 helikopterëve bën të mundur frenimin e përparimit të flakëve dhe largimin e rrezikut të drejtpërdrejtë për banesat. Pasditën e së hënës disa fshatra të Finiqit dhe Delvinës u përballen me një situatë të vështirë për shkak të zjarreve, ndërsa flakët u përhapën me shpejtësi dhe ju afruan zonave të banuara. Zjarri u shfaq fillimisht në pjesën kodrinore të Matomares, por favorizuar dhe nga kushtet e motit, flakët nisën të përparonin me shpejtësi në drejtim të zonave të banuara. Situata u bë veçanërisht shqetësuese pasi zjarri ju afrua banesave, duke rrezikuar pronat dhe duke detyruar banorët të përballeshin me një situatë të pazakonte të frikshme. Më kritike gjendja u paraqit në fshatrat Kostar dhe Mesopotam. Flakët arritën deri në afërsitë e banesave dhe në disa raste hynë dhe në oborret e shtëpive. Pamjet nga tereni tregojnë për masat e zjarrit dhe distancën e vogël me banesat, ndërsa banorët u përballen me rrezikun që flakët të përhapeshin më tej. I rrezikuar ishte edhe fshati Vllahat, ku forcat zjarfikse u pozicionuan pranë banesave për të parandaluar avancimin e flakëve drejt zonës së banuar. Në terren u angazhuan një numër i konsiderueshëm forcash dhe mjetesh, ndërsa policia u përfshi në menaxhimin e situatës dhe në evakuimin e banorëve nga zonat më të rrezikuara. Për shuarjen e zjarrit në Kostar të Finiqit u angazhuan dhe 3 helikopterë, të cilët ndërhyn nga ajri në përpjekje për të frenuar përhapjen e flakëve. Ndërhyrja nga ajri u kombinua me punën e ekipeve zjarfikse në terren dhe forcave të
të policisë, të cilat u përqendruan në mbrojtjen e banesave dhe garantimin e sigurisë së banorëve. Situata u përkeqësua gjatë pasdites teksa zjarri vijoi të avanconte dhe u afrua gjithnjë më shumë pranë shtëpive. Për disa orë vatra paraqiti rrezik serioz për zonat e banuara, ndërsa era favorizoi përhapjen e flakëve. Përballë kësaj situate, forcat zjarfikse vijuan ndërhyrje në disa pika, ndërsa helikopterët kryen hedhje të njëpasnjëshme të ujit mbi batrat aktive. Paralelisht, forcat e policisë monitoruan zonat e rrezikuara dhe u angazhuan për largimin e banorëve aty ku situata e kërkonte. Pas disa orësh ndërhyrje intensive, gjatë mbrëmjes situata nisi të vijej në kontroll. Puna e forcave në teren dhe ndërhyrja nga ajri bën të mundur frenimin e përparimit të flakëve dhe largimin e rrezikut të drejt për banesat. Megjithatë, pas shuarjes së batrave kryesore, ekipet e emergjencave vijuan monitorimin e zonës për të parandaluar riaktivizimin e zjarrit, ndërsa mbetin në vëzhgim territori i prekur nga flakë. Zjarri së hënës riktheu edhe një herë shqetësimin për rrezikun që paraqesin batrat e zjarrit gjatë sezonit të verës, veçanërisht kur ato shfaqen pranë fshatrave dhe zonave të banuara. Në këtë rast, ndërhyrja e shpejtë e forcave zjarfikse, policisë dhe mjeteve ajrore bën të mundur që flakët të mos përparonin më tej drejt banesave. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë efektivët, pilotët, zjarfiksi dhe pjesëtarët e forcave të armatosura, duke vlerësuar profesionalizmin, nguximin dhe përkushtimin e tyre në vijën e parë të operacionit për shuarjen e zjarreve. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka dhënë lajmin e mirë se fal ndërhyrjes së forcave të armatosura dhe pilotëve të forcave ajrore, zjarret në Delvin dhe Finish janë vendosur nën kontroll. Ai theksoi se 3 helikopterë kanë vepruar njëkohësisht dhe kanë izoluar flakët duke bërë të mundur shuarjen e tyre dhe situata u vënë nën kontroll. Nufi shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë efektivët, pilotët, zjarfiksi dhe pjesëtarët e forcave të armatosura, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin e tyre në vijën e parë të operacionit për shuarjen e zjarreve. Punë e jashtëzakonshme e pilotëve të forcave ajrore me ndërhyrjen e 3 helikopterëve njëkohësisht dhe të gjithë efektivëve të angazhuar në izolimin dhe shuarjen e zjarrit në territorin e bashkive Delvin dhe Finish. Në koordinimin e agjencive kombëtare të mbrojtjes civile dhe punës së palodhur të forcave të armatosura, si dhe bashkërendimit të strukturave vendore dhe qendrore, situata është vënë nën kontroll. Çdo ndërhyrje, çdo fluturim, çdo minutë ka një mision, të mbrojmë jetën, banesat dhe natyrën. Mirënjohje dhe respekt për çdo efektiv, pilot, zjarfikës dhe pjesëtar të forcave të armatosura që me profesionalizëm, guxim dhe përkushtim ishin dhe vazhdojnë të jenë në vijën e parë të këtij operacioni, shkruan ministri. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me strukturat e pushtetit vendor ka ndërmarrë ditën e sotme një aksion për prishjen e disa objekteve të ndërtuara mbi një kanal në lagjen Kushtrimi. Aksioni synon lirimin e kanalit për të mundësuar pastrimin dhe funksionimin normal të tij. Ka nisur në qytetin e Vlorës shembja objekteve të cilat gjenden mbi kanalet kulluese. Një tjetër objekt është shembur përgjatë kësaj të marte në lagjen Kushtrimi. Bëhet fjalë për godinën e një marketi e cila ndodhej mbi kanalin kullues në Rrugën e Re. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me strukturat e pushtetit vendor ka vijuar aksionin për lirimin e kanaleve kulluese nga ndërtimet që pengojnë funksionimin e tyre. Gjatë kësaj të marte, hadromat kanë ndërhyrë në lagjen Kushtrimi, ku po shembet një tjetër objekt i ngritur mbi kanalin kullues së zonës. Bëhet fjalë për një objekt të tipit market, i cili sipas autoriteteve nuk disponon dokumentacion të rregull pronësie. Shembja e tij synon të hapë rrugë rihabilitimit të kanalit kullues dhe rikthimit të funksionit të plotë të tij, me qëllim përmirësimin e sistemit të kullimit në këtë zonë të qytetit. Ky nuk është rasti i parë. Prej nisjes së projektit janë shembur edhe objekte të tjera të ndërtuara mbi të njëjtin kanal përgjatë gjithë gjatësisë së tij, nga zona kodrinore mbi spitalin rajonal e deri në derdhje në hidrovor. Sipas institucioneve, këto ndërhyrje janë të domosdoshme për të eliminuar pengesat që ndër vite kanë kufizuar rrjedhën normale të ujrave. Aksioni është pjesë e një projekti më të gjerë për pastrimin, sistemimin dhe rehabilitimin e kanaleve kulluese në qytet. Ky investim synon të reduktojë rrezikun e përmbytjeve, një problem i përsëritur ndër vite në Vlorë, veçanërisht gjatë rreshjeve intensive, duke rritur sigurinë për banorët dhe duke përmirësuar infrastrukturën e kullimit. Policia kufitare e Vlorës shton kontrollet në det me fokus, sigurinë e lundrimit dhe parandalimin e aksidenteve. Gjatë një patrullimi në gjirin e Vlorës, këtë të martë efektivët kanë verifikuar dokumentacionin e mjeteve, ndërsa drejtuesit e tyre janë këshilluar të respektojnë rregullat e sigurisë.
Policia kufitare e Vlorës ka shtuar kontrolle në det gjatë sezonit turistik me fokus sigurinë e lundrimit dhe parandalimin e aksidenteve. Përgjatë një patrullimi në gjirin e Vlorës dhe në zonën e shpellës së Haxhi Aliut, efektivët kanë ushtruar kontrolle të imtësishme ndaj mjeteve lundruese, kryesisht gomoneve dhe skafeve. Gjatë aksionit janë verifikuar dokumentacionet e mjeteve, ndërsa drejtuesit e tyre janë këshilluar të respektojnë rregullat e sigurisë, të pajisin mjetet me jelek të shpëtimit për të gjithë pasagjerët dhe të mos lejojnë turistët të ulen mbi tobularet e gomoneve gjatë lundrimit. Kontrollet janë edhe në shpellën e Haxhi Aliut, një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistët. Policia kufitare ka kërkuar që asimjet lundrues të mos qëndrojnë me motor të ndezur pranë hyrjes së shpellës dhe të mos futet apo të zhytet në brendësitë të saj, me qëllim garantimin e sigurisë së vizitorëve dhe mbrojtjen e zonës. Shefja e stacionit të policisë kufitare për Triportin, Amarilda Shabani, bëri të ditur se kontrollet do të vijojnë çdo ditë gjatë gjithë sezonit veror për të garantuar respektimin e rregullave dhe për të parandaluar ngjarje në det. Atëherë, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë ka marrë një sër masash për mbarvajtjen e sezonit turistik 2026, duke qenë që jemi në muajin gusht është shtuar numri i fluksit të mjeteve lundruese dhe të turistëve. Policia kufitare del në monitorim të gjithë vijës saj brevjetare me mjete lundruese policore si dhe me njësi policore detare që janë jet ski. Sipas saj, vetëm gjatë muajit korrik janë vendosur 32 masa administrative dhe janë bllokuar 32 mjete lundruese për shkelje të ndryshme të legjislacionit detar. Në të dyja rastet janë vendosur gjoba prej 500.000 lekësh të rinj, secila për shkelje të rënda. Po, zakonisht aktualisht që po flasim, vetëm për javën e kaluar janë marrë vetëm nga stacioni policisë kufitare Triport 2 masa administrative për mungesë dokumentacioni në bord. Jemi në shpellën e Haxhi Alis, që është një nga pikat dhe një nga destinacionet më të frekuentuara në qarkun e Vlorës nga turistët. Ku ne kemi marrë masa duke vendosur shërbime policore brenda në shpellë, me idenë që të respektohen hyrjet daljet, mos kemi incidente, nuk lejohet të lahen brenda ambienteve të shpellës. Këto janë masat që merren nga sezoni turistik. Mesazhi juaj për të gjithë dërguesit e mjeteve lundruese. Mesazhi i policisë kufitare është të zbatohen rregullat e lundrimit në det, të zbatohet kapaciteti i personave në bord, të mos afrohen në zonat e plazheve ku ka pushues. Këto janë mos konsumohet as alkool nga drejtuesit e mjeteve gjatë lundrimit. Policia kufitare u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese të respektojnë rregullat e lundrimit dhe të tregojnë përgjegjësi maksimale, duke vendosur në plan të parë sigurinë dhe jetën e turistëve. Një aksident i rënd në Ksamil i ka marrë jetën 20 vjeçarit Antonio Matelli, i riu ishte pasagjer në furgonin e Mallrave, i cili doli nga rruga duke lënë të plagosur dhe shoferin 22 vjeçar. Ky i fundit është jashtë rrezikut për jetën. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen u regjistrua pas ditën e së hënës në Ksamil. Sipas policisë, një automjet tip Benz i drejtuar nga shtetasi AG rreth 22 vjeç humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Si pasojë e aksidentit humbi jetën në vendngjarje pasagjeri i automjetit shtetasi Antonio Matelli, 20 vjeç. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:10 në rrugën e plazhit në zonën e lagunës në Ksamil, ku në vendngjarje mbërritën edhe forcat e policisë. Ndërkohë drejtuesi i automjetit u transportua në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhi jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor shkoi në vendngjarje dhe punoi për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit, si edhe për përcaktimin e shkakut të daljes së automjetit nga rruga. Ende nuk u bën të ditura shkaqet që çuan në daljen e automjetit nga rruga. Policia vijon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. 5 persona janë arrestuar në Sarand si të dyshuar se u të kryenin një vrasje. Arestimet kanë ndodhur pranë një lokali në fshatin 6, ku 2 prej tyre ishin zënë në prit me armë gati në një zonë pandritshim. Nga operacioni janë sekuestruar 2 pistoleta, amunicion, një silenciator dhe 2 automjete. Finalizohet operacioni policor i koduar silenciatori si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative. Fal informacionit të siguruar dhe ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të policisë, parandalon një ngjarje mundshme kriminale. Kape në flagrancë dhe vjen pranë nga 2 shtetas, të cilën në fshatin 6, pra një lokali kishin nxjerrë armët e zjarrit nga automjeti dhe qëndronin në prit në një zonë pa ndriçim. Gjatë operacionit arrestohen edhe 3 shtetas të tjerë për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistoleta, amunicion luftarak, një silenciator dhe 2
automjete. Si rezultat informacioneve të siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Sarand, në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë, njësia Fier, organizuan dhe finalizuan operacioni policor të koduar silenciatori. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë ndërhyn në kod duke parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale dhe vunë pranga në fshatin 6 Shtetasit. SM 32 vjeç banues në Tiranë, AK 26 vjeç banues në Kavaj. Po gjatë operacionit u vunë pranga edhe Shtetasit, VH 20 vjeç banues në Kavaj, VP 31 vjeç banues në Tiranë, FB 21 vjeç banues në Kavaj. Nga veprimet e deritanishme hetimore, dyshohet se këta shtetas kishin ardhur në Sarand me qëllim kryerjen e një vrasjeje. Shtetasit SM dhe AK u kapën në flagrancë në momentin kur po nxirrnin nga automjeti 2 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak dhe një silenciator. 3 shtetasit e tjerë, të cilët ndodheshin me ta, u arrestuan për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit, identifikimin e objektivit të synuar dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand për veprime të mëtejshme. Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Fierit, vetëm para procesit të votimit në Këshill, është korrigjuar një lapsus prej 32 milion lekësh të vjetër në relacionin e Bashkisë Fier. Një gabim në përllogaritjen e detyrimit financiar të kompanisë Ndreu Konstruksion mund të kishte kushtuar Bashkisë Fier rreth 32 milion lekë të vjetër në humbje. Pasaktësia u evidentua nga Komisioni i Ekonomisë dhe u korrigjua përpara miratimit nga Këshilli Bashkiak Fier në mbledhjen e 31 korrikut ku morën pjesë 34 këshilltar. Relacioni firmosur nga administrata dhe kryetari Armando Subashi parashikonte që kontributi 3% për fondin publik të banesave sociale të llogaritej pasi nga sipërfaqja e objektit të zbriteshin 2000 metra katror. Por ky prag përcakton vetëm lindjen e detyrimit dhe nuk duhej zbritur nga baza llogaritjes. Vlera fillestare prej rreth 12.3 milion lekë u korrigjua në afro 15.5 milion lekë. Pra, diferenca ishte rreth 3.2 milion lekë të rinj. Komisioni konstatoi gjithashtu probleme me parashikimin e pagesës me këste. Kjo nuk është një hollësi teknike, relacioni mbante firmat e disa drejtorive dhe të kryetarit Armando Subashi. Fakti që një gabim me efekt mbi 31 milion lekë të vjetër kaloi disa hallka administrative ngrë pyetje mbi verifikimin financiar dhe juridik të materialeve përpara se ato të dërgohen këshilltarëve. Komisioni e kreu funksionin e tij kontrollues, por filtri institucional funksionoi në minutën e fundit. Vendimi kaloi me 31 vota pro dhe 2 abstenime, ndërsa pagesa u përcaktua në para. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte ulja dhe unifikimi në 4% të taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtesat e banimit, shërbimit dhe objektet shumëkatëse. Projekt vendimi ishte tërhequr në një mbledhje të mëparshme për konsultim me kryetarin dhe ekzekutivin, të cilët pretendonin se ky ndryshim nuk mund të kryej në mes të vitit fiskal dhe për këtë arsye ishte i palishëm. Por këshilltarët socialistë dhe socialdemokratë risollën projekt vendimin në Këshill dhe argumentuan se ulja synon të rikthejë investimet në qytet, ku ndërtimet e reja kanë munguar prej vitesh. Vendimi u miratua me 32 vota pro dhe 1 abstenim. Këshilli miratoi dhe rekonstruksionin e rrugës Aulona nga rreth rrotullimi i QTU-s deri tek thesa Azotikut, si dhe 3 vend depozitime të përkohshme për mbetjet inerte në gryk të Topojës, Azotik dhe metalli. Për këtë të fundit u kërkua korrigjimi pas saktësive në dokumentacionin mjedisor. U miratuan gjithashtu shpronësimet për vijimin e unazës së Çakranit, tabanët buxhetor 2027-2029, një shtesë prej rreth 6.5 milion lekësh në buxhet, ku përfshihet financimi për mbrojtjen nga zjarri, kriteret për ndihmën e menjëhershme financiare dhe pranimi i një qytetare në shtëpinë të moshuarve. Pika për shfrytëzimin e lulishtes në lagjen Apolonia te Shatrvani në qendër të Fierit u troq pasi këshilltarët kërkuan kushte më të qarta dhe kontroll më të fortë mbi pronën publike. Teksa tregu hidrokarbureve në botë ka nisur të stabilizohet në Shqipëri, çmimet e naftës janë të çmendur. Konfindustria po kërkon qeverisë ndërhyrje të menjëhershme dhe rikthimin e bordit, si dhe uljen e naftës me 20 lekë për litër. Teksa tregu hidrokarbureve në botë ka nisur të stabilizohet, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për në Shqipëri.
Edhe pse bursa ndërkombëtare janë hapur sot me një ulje të ndjeshme të çmimeve, në vendin tonë çmimi i naftës dhe i benzinës vijon të jetë njësoj duke arritur shifrën e 216 lekëve. Lidhur me këtë situatë shqetësuese e cila vijon prej disa ditësh tashmë, është bërë një reagim zyrtar nga Konfindustria, e cila ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të rregulatorëve të qeverisë në 4 drejtime, duke specifikuar se së pari bara e taksave duhet të ulet me të paktën 15%, duke sjellë kështu ndikim në të paktën 20 lekë për litër ulje në çmimin me pakicë. Mëtej është kërkuar dhe ngritja e borxhit të transparencës si dhe një kontroll i menjëhershëm i cilësisë së karburanteve. Dhe në përfundim është kërkuar ndërhyrje edhe për luftën kundër kontrabandës së karburanteve. Çmimet me pakicë të naftës në tregun vendor ka koshja në nivele 2.15-2.2 euro për litër, ndjeshëm më të larta se shtetet e rajonit dhe mjaft shtetet të Bashkimit Evropian. Sa më sipër sjell goditje shtesë të fortë shkatëruese mbi industrinë, prodhimin vendor dhe qytetarët. Prej profesionit të farmacistes tek piktura. Kjo është historia mbreslënse e artistes tashmë Irena Sota, një jetë si farmaciste prej 2 vitesh ka guxuar në pikturë, duke çelur ekspozitën e saj të parë mbrëmjen e sënës në Pallatin e Kulturës. Prej profesionit të farmacistes tek piktura. Kjo është historia mbreslënse e artistes tashme Irena Sota, një jetë në punë si farmaciste, ndërsa prej 2 vitesh ka guxuar në pikturë duke çelur ekspozitën e saj të parë. Ekspozitë e cila hapi dyert në Galerinë e Arteve në Pallatin e Kulturës mbrëmjen e së hënës. Në bashkëpunim me Qendrën e Kulturës së Vlorë, vjen për kënaqësinë e publikut një ekspozitë ndryshe e fokusuar tek natyra. Mirëmbrëma të gjithëve. Së pari, dua t'ju falenderoj që keni ardhur në çeljen e ekspozitës së Irenës. Është kënaqësi e veçantë për ne që të kemi Irenën pjesë të galerisë. Irena pas një eksperiencë shumë vjeçare si një farmaciste shumë e suksesshme në Vlorë, ka nisur dhe ka zgjedhur pasionin e saj më të ri, po e quaj, që është piktura. Dhe dëshmia është më së e qartë që në këtë galeri sot kemi shumë pikturat të saj që janë shumë të bukura. Falenderojmë shumë Irenën që është sot këtu dhe gjithashtu juve. Në fjalën e saj, Irena Sota thot se disa vite më parë guxoi kur filloi sportin e hiking, ndërsa i pasioni ishte shtysa e saj për tek piktura. Gratë dhe vajzat sipas saj vendosin disa kufi, të cilat ajo ka guxuar t'i thyej, duke ushtruar një tjetër pasion, atë të pikturës. 2 vite më parë, siç tregonte vetë ajo, as nuk e mendonte të pikturonte, ndërsa tashmë vjen me një ekspozitë. Në fjalën e saj, Sota ka falenderuar për mbështetjen të gjithë ata që besuan tek ajo. Familjar dhe ardashës. Mirë se erdhët dhe ju falenderoj nga zemra që jeni sonte këtu për të ndarë me mua një moment që ka një domethënie të veçantë. Nuk kam njeri fjalëve të shumta. Për vite me radhë kam mësuar të flas më shumë me përkushtimin dhe me praninë time sesa me fjalët. Profesioni im më ka dhënë privilegjin të jem pranë njerëzve në çaste të rëndësishme të jetës tyre dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohëse. Ata më kanë mësuar se ndonjëherë edhe heshtja mund të jetë një formë e bukur komunikimi. Ndoshta për këtë arsye, kur jeta më vendosi përballë një periudhe të vështirë, nuk kërkova fjalë, kërkova veç rrugë. Hiking u bë ratisja ime më e bukur. Çdo shteg i ngjitur më rikthente besimin se kufijtë që vendosin janë shpesh vetëm në mendjen tonë. Dhe pa e kuptuar, një ditë dëgjova veten të thosha, unë mundem. Ndoshta ato çaste në male ishte piknisja për më shumë. Pak më vonë ishte një shkëndije bukur nga mikja ime Enela, artiste në rrugën e qëndisjes që më çoi drejt Penelit. Guxova të vendos ngjyra mbi kanavac, fillimisht me droj, pothuajse fsheu nga vitja ime. Nisa të mësoj si autodidakte, duke vëzhguar, eksperimentuar, duke provuar dhe gjithmonë duke gabuar, dhe kjo është prej 2 vitesh. Edhe sot përballë çdo tabloje, mendoj se mund të bëja më mirë. Nga kjo kam kuptuar se arti nuk lind nga përsosmëria. Arti lind nga guzimi për të vazhduar. Për mua Penelatat kanë qenë një drejtare drejt vetes, kanë qenë emocion, më kanë dhënë ngjyra në jetë që ta shikoj atë në dimensione më të mëdha, më kanë dhënë mundësi të jap prej shpirtit dhe po të marr paq prej jush. Më ka bërë të njoh njerëz të mrekullueshëm dhe të fitoj misi që nuk do t'i kisha imagjinuar kurrë. Po të më kishtë pyetur dikush përpara 2 viteve nëse do të hapja një ekspozitë, do qesha, do buzëqesha me veten time. Sot jam këtu dhe kuptoj
që jeta na çon ndonjëherë në vende që nuk kemi guxuar kur që t'i ndërojmë, dhe realisht nuk i kisha ndëruar kur që unë do merresha me penelin. Nëse do ta nisja jetën edhe një herë tjetër, ndoshta do të zgjidhja të studoja artet për lirinë e madhe të konceptimit të jetës. Por besoj se çdo përvojë që kam jetuar më ka sikur pikërisht në këtë mbrëmje këtu përballë jush. Këto piktura nuk janë vetëm ngjyra, secila prej tyre mbahet një ndjenjë komunikimi, një ndjenjë kujtimi, një copë udhëtimi dhe një pjesë të shpirtit tim. Arti është i bukur sepse secili gjen historinë e vet në të. Unë nuk e di se çfarë do shihni ju sot, por di që do t'jemi njohur se çdo çasti që do të ndalni përpara tyre do të kushtoni pak nga koha dhe vështrimi juaj. Nëse këto piktura do të arrijnë t'ju falë qoftë një çast qetësie, një buzëqeshje apo një emocion të vogël, atëherë ato kanë përmbushur misionin e tyre. Në qendër të ekspozitës së Irina Sotës është natyra, ajo çfarë gjendet në zemër të saj. Ajo preferon më tepër teknikën me bojra akrilik, që shpalosin më tepër ngjyrat. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur për disa ditë në mjediset e Galerisë së Arteve në Pallatin e Kulturës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zyrtarisht ratifikimin dhe nënshkrimin nga Shqipëria të një kredie të re prej $302 milion në kuadër të programit financimi huaj ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zyrtarisht ratifikimin dhe nënshkrimin nga Shqipëria të një kredie të re prej $302 milion në kuadër të programit financimi huaj ushtarak FMF. Sipas njoftimit të palës amerikane, kjo marrëveshje do të mbështesë përpjekjet e Shqipërisë për të përmbushur angazhimin e mbrojtjes së Hagës, që parashikon rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Kredia FMF do të përdoret për modernizimin e forcave të armatosura të Shqipërisë përmes blerjes së kapaciteteve kryesore me origjinë nga Shtetet e Bashkuara, si dhe forcimin e aftësive mbrojtëse të Evropës. Në njoftim theksoi se kjo marrëveshje është pjesë e partneritetit të ngushtë strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, e cila si antare NATO-s ka bashkëpunuar me Washingtonin në çështje të rëndësishme të sigurisë dhe politikës së jashtme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë gjithashtu rolin e Shqipërisë në strukturat ndërkombëtare të sigurisë, duke përfshirë dhe pjesëmarrjen e saj si antare themeluese e Bordit të Paqes të presidentit Trump. Marrëveshja prej $302 milion konsiderohet një hap i rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve ushtarake shqiptare dhe për thellimin e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.